Në një vend ku mbi 1 milion qytetar jetojnë në kushte të vështira ekonomike duke mos përballuar as nevojat më bazë të jetesës, një realitet tjetër, i fshehur pas mureve të kuvendit, bie në sy me kontrastin e tij të fortë. Shqipëria e njerëzve të zakonshëm e pagave minimale dhe shpenzimeve të papërballueshme ekziston paralelisht me Shqipërinë e pasurisë marramëndse të politikanëve. Sipas të dhënave të publikuara nga Open Data dhe të analizuara nga zëri, 50 deputet që po betohen në shtator zotërojnë prona, llogari bankare dhe pasuri që mund t'i bashkosh miliona lek, apartamente brenda dhe jashtë vendit, biznese të suksesshme janë të përbashkëta me të majtët dhe të djathët. Nga Ngromala e deri te Gazmend Bardhi, nga Orta Xhaçka e deri te Gagron Shejaj. Të gjithë tregojnë për një klasë politike që nuk e njeh vështirësinë ekonomike. Disa prej tyre kanë nisur rrugëtimin si biznesmen, e të tjerë kanë trashëguar pasuri të mëdha. Ka dhe nga ata që deklarojnë të ardhura financiare si burim kryesor financimi, si në rastin e deputetëve si Elisa Spiropali apo Orta Xhaçka. Në një vend ku ndihma ekonomike është luks dhe ku çdo qindar ka peshë, kjo shkëputje mes ligjvënësve dhe qytetarëve nuk është thjesht shqetësuese, por alarmante. Përfaqësimi duke se ka humbur lidhje me realitetin e shumicës, ndërsa pasuria hesht çdo përgjegjësi.